qeverisë me forma të tilla. Është i hapur për dialog, e deklaroi një gjë të tillë, por presioni tha është një vije kuqe dhe nuk do të arrihet asnjë gjë. Dhe mendoj që PD-ja në këtë moment duhet të tejkalojë ndoshta këtë lloj ngërçi, qoftë dhe vizioni, po qoftë edhe veprimi taktik në terren në raport me protestat, ndoshta në protestën e radhës duhet gjejë një formë tjetër, ndoshta edhe më tërheqëse, duke shmangur, qoftë edhe shmangjen e dhunës nuk është e domosdoshme, pra hedhja e fishekzjarreve apo hedhja e lëndëve piroteknike, por thjesht protesta të ngjisë një formë ndryshe, pra mos ketë një lloj pritshmërie që kjo është thjesht një protestë e radhës e Partisë Demokratike të Azjeris po ndodh. Çfarë nën kupton me ato që Rama është i hapur për dialog? Pra, për sa kohë vetë kryeministri është i hapur për dialog, nuk do opozita, pra si shikon situatën? Unë po i referohem atyre që së paku, nuk e di se sa i hapur realisht është zoti Rama për dialog apo jo, apo për bashkëpunim. Po të paktën publikisht, duke i referuar së paku deklaratës së tij të fundit, duket sikur e vetmja mënyrë për arritur një lloj bashkëpunimi apo për të arritur një lloj ulje të paktën në raport me procesin e integrimit sikurse është deklaruar, është reformat apo ndryshimet e mëdha ligjore, që së paku dy nga piketat më të mëdha që kemi momentalisht në politikë, të cilët janë reformat territoriale dhe ajo zgjedhore, reformat të cilat së paku do ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek rezultati zgjedhor i zgjedhjeve të ardhshme, qysh nga ato vendore deri tek ato parlamentare, të cilat opozita vazhdimisht i ka kundërshtuar si të shitura, si të blira nga Rama. Dhe besoj se këto dy reforma do kërkojnë një bashkëpunim të domosdoshëm të Partisë Demokratike me Partinë Socialiste. Por Rama duke pasur forcën e kartonëve, duke pasur forcën e pushtetit, 83 mandate, zoti Rama është shumë komod për të thënë që nuk mund të bënim presion, por hajde ulemi dhe të arrijmë një marrëveshje. E nga ana tjetër, nëse bëjmë një lloj retrospektive historike, kemi parë që në shumicën e marrëveshjeve, pothuajse të gjitha, zoti Rama gjithmonë ka arritur dhe ka marrë atë çka ka dashur, madje edhe në thojza duke u bërë një lloj puçi të vogël, qysh nga marrëveshja e pensionarit deri te marrëveshjet e tjera, qysh nga qeveria teknike me zotin Basha, gjithmonë ka arritur të marrë atë çka do nga marrëveshjet e arritura me Partinë Demokratike, dhe gjithmonë Partia Demokratike në skenaret të tillë duket sikur ka dalë zhgënjur ose e humbur. Edhe në këtë mes ka një lloj dileme, sepse përballë kësaj force çfarë duhet bëj përballë një lloj komoditeti të tillë të pushtetit, pavarësisht skandaleve nga pas, çfarë duhet bëj Partia Demokratike? Dhe besoj se kjo është pyetja që gjithë i duan një përgjigje, por besoj se përgjigjen duhet t'i jap edhe duhet ta bëjnë më së pari vetë liderat e Partisë Demokratike se çfarë duan të arrijnë përballë një pushteti kaq të fortë. A mendoni që kjo formë e protestës kryeministrit të liderit të Partisë Demokratike Berisha, por edhe foltorja në orën 18, le të themi është i njëjti skenar siç bënin edhe tek Bashkia derisa zoti Velia ju arrestua?